Kështu që nuk është veç ai që po shet. Po dëshia apo shesi, do të na shkojnë zgjedhje. Kuptoni ju, na shkojnë zgjedhje, mas zgjedhjeve bëhet buxheti, bëhet qeveria, bëhet buxheti. Rama, vazhdoj. Pra, në qëtë kohë ku jemi, në qëtë gjendje politike që është këtu, mas shumë një konvenon vetë vendohë. Unë shpresoj që e kanë me drejtë çfarë po bëjnë partitë tjera, ish partitë opozitare, sepse përsëris ato që e thash pak më herët. Sot kanë mujtë me boni qeveri pa problem që i shkon stabile me ecë të paktën deri në mars, dhe kanë vendosur me vepru ndryshe. Unë nuk po du më jalëm fajin njërës partitë, dytë i sretës, por të gjithë bashkë nuk kanë mujtë me arrit një unitet ose një vullnet politik që me te kalua dhe me dalë në këtë situatë ose për kësaj situatë. Sot do të kishim buxhet miratum, ndoshta edhe shumë për veprimeve ligjore, shtetërore ishin marrë, sepse kur ki qeveri dhe në fund... A ma fidan të shpjetu një sanë, po nuk pak ma human. Ju kushton bre elektoralisht? Çka i kushton? Ajo qeveri? Që ka kushton? Po ju kushton. Se... Mere një zetën. E kështu si kushton? Ma qëtash i kushton, se shka mi kushton ma shumë? Po, se për asyut pjeshtë, Soshta Albini fitusi, këta me nërë kërë ngritën. Dojnë Soshta Albini që ja ka dhënë populli verdiktit. Qka po flas, kene me kuptu nëse zgjedhet ma në dhjetor. Gjëna po të kuptojnë ty fort mirë. A ka opcion tjetër, po tani është dhënë... Unë mendoj që kjo qeveri ka mund të shku elektoralisht. Unë mendoj. Pse mendon Halil ti që do të shkojë? Dhe shpërblet LDK me Nëse muj me diskutu. Po, ato shpërblet. Një mandatar, një parti politike me një kryetar të vetin nominuar për kryeministër i cili i fiton 42% votës popullore dhe 48 deputet dhe që shtot gjykata kushtetuese atje nuk mund me mri marrëveshjen mirë besim. Të herë thot. Me parti tjera për me i dhonë vendit institucione ajo parti s'meriton pushtet. Njo. Këshilli i Evropës është humbë. Mosat BE-s. Dialogu strategjik me Amerikë është pezullu. Në më thonë. Qeverisja katastrofike. Okej. Kthehemi aty ku qeveria Albin Kurtit ka rezultat. Shkojmë veri. Verimi i Kosovës, do më thonë, hala janë operacionet suksesshme ushtarake. Unë që ashtu i që. Sigurisë, ushtarake. Asë një politik koherente, me integru ata njerëz dhe me i mojnë sistemin kosovar, nuk e di madje, del një serb aty i Kosovës dhe ju thot, kolegë, dashtën përshkelni kushtetutën e Republikës Kosovës. Më falni. Te që tu kemi adë, që situatë kemi... Nëse që kjo qeveri nuk ndëshkruan, nga që këj qytetar ka probleme me idejnë e lirisë dhe të shtetit. Liria, thëjke, ju vynë që kësan. Ronald Reagan, ish presidenti Amerikan, thëjke, liria zgjat një gjenerat sociologi of 25 vjetë. Rune lirin se pasha zotin e hupni. Pastaj turbulos. Vesh një argument shkurt. Zoti Matoshi pajtohen plotësisht kur thu që nëse një subjekt politik si vetë vendosur në këtë rast i ka marrë 42.3% me 48 deputetë. Edhe sa ka mohu kërkush, ja kanë njohur rezultatet. Nuk e meriton. Okej, hajde që po pajtohemi. Po që kë Kushtetuta e Republikës tonë ja lejon mbredhët tjerëve me bë qeveri kurse bani pari. E a përmeritoj kanë ato tjerat që e kanë mundësin e artë, a kanë. Qëtë po të tërgoj unë? Jo të në, që e kanë hup legitimitetin edhe ata. Atëherë, ky popull kanë ka me zjedhë, o Zoti Matoshi. Ka me zjedhë. Kanë ka me zjedhë, vlojan, kanë. Këjon, populli këjon balon sa që quditësh. Po, mund të krijon parti të reja politike? Mund të krijon parti alternative. Për momentin, me qëtë konstelacion, pajtojnë plotësisht me zotin zgjedhje si nisme. Me zotin Roma. A me pjesë zgjedhje nacionale ti do. Ska mundësi që a me pjesë zgjedhje nacionale si me nismen tonë. Jo, paketësisht sepse jo, me iniciative qytetare. Iniciative qytetare, a me pjesë zgjedhje. Jo, po dho kontribut, munduna me dho kontribut ku të mundëm, se do më thonë aktivisht, sepse na jemi iniciativë që jemi ti me marrë pushtetin, kolegë? Sepse është kogja një rrugë gjatë dhe më neshme, zashme, kushtushme. Qytetari Kosovës ka drejt, është drejt kushtetuese, asociimi, lidhjet, organizimi. Ne besim këtu kujt i konvenojnë dhe kujt si konvenojnë. Drenori veç një gjopë e ka shumë interesant. Po thot, pse s'pëvojnë opozita me mundësin që e kanë, qatë mundësi që e ka opozita me bo qeveri e ka dhe Zoti Kurti, që i bjerë me listën sërbë. Po kështë s'pëban, po. As njoni s'pëbojnë, Kujt i konvenojnë Kosovë si Ta dëgjojmë Kosovën, ta Ne dëgjojmë kemi Kosovën. fole e në kalu me kushtim më menoj që normalisht pajtohë me Kemi fidonin shikuar qeveri. mas shumë t'i konvenojnë vetë vendosjes,